Në një kohë, kur terri duke i pafund, kur toka e Kosovës dridhej nga padrejtësia dhe fytyrat e njerëzve ishin bërë hije nga frika, nga nën toka e Dardanis diçka u zgjuar, jo një ushtrimi me armë të rënda, por një shpirt i lashtë, i pandalshëm, i papërkullur. Një zemër kolektive filloi të rrapë. U ngrit zëri i një populli që nuk pranonte të tretet në heshtje. U ngrit ushtria çlirimtare e Kosovës. Ajo nuk lindi në sallone politike, por në plagët e historisë, në lotët e nënave, në brikmën e padrejtësisë, në zemrat e atyre që e donin këtë tokë më shumë se veten. Më lejoni që të ftoj në emër të Këshillit Organizativ këtu në Shkupin Dardan veteranin e luftës, njeriu që në moshë të rinisë mori plagët për t'i mbajtur sot siguror liria. Ftoj Berat Hajdarin. UÇK. Sot flas para jush jo vetëm si antar i Këshillit Organizativ të kësaj proteste, por edhe si invalid i luftës, si një njeri që në trup dhe në shpirt mban plagët e lirisë. Plagët tona nuk janë vetëm në trup, ato janë kujtese gjallë e ditëve kur liria nuk ishte fjalë, por ishte betejë. Dhe sot, kur shokët mbështetje kaq të madhe, zemra më re njësoj si atëherë, me krenari, me mall dhe me përgjegjësi. Jemi mbledhur këtu në sheshin e Skënderbeu, në Shkup, për një kauzë që na dhem, që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi të gjitha na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hagë. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjen, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Dhe 3 shkronjat më të arta të alfabetit shqip janë UÇK. Respekt të miljoje për të gjitha ata burra dhe gra, gjeve dhe vajza, që dhanë gjën me shtrejt jetën për lirin e kombit. Vëllezër dhe motra, kur bie burri dhe përëndon dili, mbyllet dera, thoshte Konfuci lashtë. Dhe ashtu u duk që pas arrestimit dhe dëgimit të Hagë të ndërtuesit të UÇK-s, u mbyll dera e luftëtarëve të lirisë. Po kjo nuk do të ndodhë kurrë, sepse asgjë nuk mund të prandoj dillin e UÇK-s. UÇK-ja është fotosinteza e kombit shqiptar. Ndaj sot të gjitha rrugët e trojave etnike të kombit shqiptar të sillin tu në kryeqytetin Dardan, në Shkup. Këtu është së bashku me ne shpata e Gjergj Kastriotit, është lucja e Nën Terezës, është pena e Samiut dhe Avdyrit, është diplomacia e Ismail Çemanit, është pushka liberatore e Adem Jasharit, është pushka liberatore e Shkëlqen Haradinaj, është pushka liberatore e Tahir Sinanit. Prandaj askush nuk mund të njollos UÇK-n e lavdishme. Jemi mbledhur për të kujtuar, për të nderuar, për të dëshmuar me dignitet atë që koha nuk e zbe kurrë. Çdo fytyrë këtu është gur themeli i lirisë son, çdo zemër re me të njëjtin ritëm, ritmin e sakrificës, qëndresës dhe lirisë së fituar me gjak. Ndaj unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe plagë pashërueshme. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për
ligjtare të mos e fshihte fëmijën në sqetull nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë në një statistik harrese. Shqiptaria ngrihet me integritet, maturi, mençuri dhe mirënjohje të përjetshme ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndej respekt dhe drejtësi për gjithë krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që sot në hak po mbrojnë sërish jo vetëm veten, por lirinë e një kombi të tërë. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri çlirimtare cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolut në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verë. Dhe ne sot, me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot, dhe në gjitha protestat e kalume, i tregojmë drejtavillove se ushtria çlirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykata të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në atë gjykatë ku isha burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Aladinin dhe shumë të tjerët, ne e dim siç ka kemi dëgjuar ato, gjithë ato gënjeshtra rëna nga ata dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Jemi mirënjohës Gjeneral Clarkut me dëshminë e tij pa mohueshme dhe të pa kontestueshme. Jemi mirënjohës zënën sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoj shumë në rajon për paqe e stabilitet, zoti Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonin çdo lëvizje në hapësira shqiptare, me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrime nga më njerëzore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektojë të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte se kush është ushtria çlirimtare e Kosovës. Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Udhëheci e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykatë dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rëndet për liri. Faleminderit shumë, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj
në këtë demonstratë.